Motor, kur shoh studimet biblike, vazhdimisht shoh se bëhet pyetja rreth mënyrës se si ne besimtarët duhet të ungjillëzojmë. Përgjatë disa studimeve biblike kam mbledhur përgjigje të ndryshme, por kam vënë re se të gjitha kanë diçka të veçantë, që ju gjithmonë përgjigjeni në një mënyrë të caktuar. Në disa raste ju u shpjegoni disa vëllezërve se si duhet ta bëjnë këtë gjë, dhe në raste të tjera thoni se është detyra jonë për ta bërë, sepse një nga qëllimet tona është të shpallim veprën e Zotit, ta lëvdojmë dhe të flasim për veprën e Tij. Por gjithashtu kam vënë re në raste të tjera, motër, që ju thoni se nuk duhet të teprohet me fjalë, ose që thjesht duhet i thuhet personit, ju ftoj në një kish kur Perëndia shfaqet. Po sepse kjo varet nga personi, nga ai që ungjillëzon. Ka persona që janë fjalpak, që nuk mund të shprehin mirë ato që ndjejnë sepse nuk gjejnë fjalët për të folur njerëzve. Duke qenë se nuk kanë fjalët e nevojshme, atëherë personi thotë: atje në kishën ku unë shkoj Perëndia shfaqet dhe Perëndia flet, dhe kaq. Atje në kishën ku unë shkoj Perëndia bën mrekulli dhe shëron. Jeni sëmur, shkoni atje që Perëndia t'ju shëroj. Aty e ungjillëzoi tjetrin, sepse ishte një person që nuk ka aftësinë të flasë gjatë, të mësoj, të ungjillëzoj me doktrinë, atëherë thot fjalë të thjeshta. Kështu që kjo varet nga personi, mënyra se si ungjillëzon. Kështu që ata që janë të mirë me fjalë, le të themi kështu, ata flasin shumë, thon shumë gjëra, dhe ata që nuk e bëjnë këtë sepse nuk gjejnë fjalët ose sepse janë të ndrojtur, atëherë thon 3 gjëra. Perëndia flet në kishën time. Perëndia bën mrekulli dhe shërime atje. Kjo është e vetmja gjë që unë di, nëse doni shkoni, ja adresa. Pra varet. Shumë faleminderit. Kjo ishte pyetja ime, motër, sepse po mendoja edhe për dëshmin kur vllai Luis e ftuan në shtëpinë e dikujt dhe personat që e ftuan mendonin se ai do t'u predikonte fjalën e Zotit, por nuk ndodhi kështu. Kështu që unë nisa të reflektoj duke bashkuar të gjitha këto përgjigje së bashku dhe mendova, të ungjillëzosh është një dhunti nga Zoti, duhet të kemi aftësinë për të dalluar gjërat, që përpara se të ungjillëzojmë, dikë ne duhet i kërkojmë Zotit që të na jap këtë aftësi, që ne të dimë nëse duhet flasim shumë apo pak, kur të bëjmë një koment në një moment të caktuar apo kur momenti është i papërshtatshëm, ne duhet të dimë si të sillemi që të mos i largojmë njerëzit dhe të dimë si të flasim nëse dikush na afrohet për të na treguar një vështirësi dhe ne e kemi përgjigjen. Duam ta ndajmë, por ndoshta personi nuk e pret mirë në atë moment. Çfarë urtësie duhet kemi për të thënë fjalët e duhura? Nuk kemi nevojë të kemi aftësinë për të dalluar gjërat, për të ditur nëse duhet flasim apo jo. Jo, ka po ashtu një dhunti që Perëndia u jep shumë personave dhe ka njerëz që e kanë atë dhunti ose atë hir, atë nur dhe u ungjillëzojnë çdo që takojnë. Shkojnë dhe u flasin të gjithëve dhe i ftojnë në kish. Ky është si një hir, si një nur, si një dhunti, një talent që ai person ka. Unë i admiroj këta persona. Unë nuk ungjillëzoj askënd sepse jam shumë e ndrojtur dhe nuk u drejtohem kështu njerëzve. Pra, jam e heshtur, por ditën që dikush më jep mundësinë dhe më thot diçka, atëherë aty askush nuk më ndalon së foluri. Atëherë ka njerëz, ka persona që unë i admiroj, që u flasin të gjithëve, nuk u vjen turp, nuk kanë siklet as ndrojtje fare, por shkojnë dhe u flasin të gjithë njerëzve dhe i ftojnë të vinë në kish, të vinë te kjo kish. Këtë e admiroj, sepse mendoj se kjo nuk është për të gjithë, por për ata persona që e kanë atë guxim dhe atë hir që Perëndia i jep gjithsecilit. Kështu që unë mendoj se gjithsecili prej nesh bën një punë, bën një detyrë. Atëherë unë i them, Zot, nëse është për mua të ungjillëzoj, unë nuk fitoj asnjë shpirt sepse unë nuk u flas njerëzve. Dhe atëherë njerëzit më thonë, por ti po fiton shpirtra sepse kur jep mësimin ti fiton shumë shpirtra. Unë i them, unë shpresoj që të jetë e vërtet kjo, sepse nëse Zoti do të më pyes se sa shpirtra fitova duke ungjillëzuar, janë vetëm pak njerëz. Por në momentin kur i njohim njerëzit që prej shumë kohësh dhe ata nuk shkojnë në kish, nuk e kërkojnë Perëndin, atëherë njeriu krijon si një lloj miqësie me ata personat dhe fillojnë na tregojnë, unë jam i sëmur, kam këtë shqetësim, më ndodhi kjo gjë, ajo gjë, unë u them, mirë, shkoni në kish që Perëndia t'ju ngushëlloj, që Perëndia t'ju flas, kërkoni Perëndin dhe do të shihni se të gjitha këto gjëra do të kalojnë.
Aty po nuk kam ndrojtje, por aty flas qartësisht. Mirë, po ashtu shembulli im dhe dëshmia ime ungjillëzojnë shumë njerëz, apo jo? Por, motër, kjo nuk është çështje të pasur aftësi për të dalluar apo diçka e tillë, por varet nëse juve ju pëlqen të ungjillëzoni, ju e bëni. Ju nuk e kuptoni kur e bëni, si e bëni, vjen natyrshëm, por ka persona që me siguri u ndodh ajo që më ndodh mua, u vjen turp të flasin, të drejtohen njerëzve, dhe unë kur shkoj për shembull te mjekët ose në vendet e tjera, unë kur nuk u them që unë jam e krishter, por ata vërejnë diçka të çuditshme tek unë, diçka ndryshe. Thonë kjo zonjë, kush të jetë vallë kjo zonjë, dhe fillojnë të më kërkojnë në internet dhe aty zbulojnë. Dhe më thonë, unë ndjej diçka kaq të bukur me ty, prania jote më jep paqe. Kështu më thonë, dhe kërkojnë për të parë kush jam. Kërkojnë kush jam dhe unë thjesht them faleminderit, dhe këto janë gjëra që Perëndia më premton apo jo. Zoti më premton që kur eci në rrugë me njerëzit, ndonjëherë Perëndia i bekon disa persona, sepse ndoshta nga prania ime ose thjesht nga hija ime, kush e di, kështu që unë shoh se kjo gjë përmbushet për mua, por unë them Zoti përmbushi premtimin e tij, kjo është. Por për veprën ungjillëzuese, unë shpresoj të fitoj qoftë edhe një shpirt. Shpresoj, por nuk them tani sepse them jo, nuk është koha e dur. Nuk do ta ftoj këtë person në kish sepse shoh se nuk është momenti i duhur. Atëherë unë pres, por një person tjetër nuk mendon kështu, por fillon t'i flas menjëherë. Kjo ndodh, kështu që unë them mirë, ma kaloj sepse unë po prisja mundësin për ta ftuar në kish dhe personi tjetër shkoi dhe ftoi në kish. Mirë, kjo është ajo që ndodh, por nuk është nga aftësia për të dalluar, kjo është një dhunti, një talent, një hir që çdo person e ndjen në zemrën e tij për ta bërë dhe çdo person punon. I admiroj shumë ata që u pëlqen të flasin të gjithëve atyre që takojnë. Unë nuk mund ta bëj, por unë i admiroj shumë ata që munden dhe gjithsesi Perëndia përdor 1.000 mënyra për të bërë që njerëzit të ungjillëzohen. Vazhdoni ta bëni këtë gjë, motër. Shumë faleminderit, motër. Thjesht mos jini e ndrojtur si unë.